Kategoria e parë e futbollit në Shqipëri zhvilloi 4 ndeshje të radhës të raundit të 20, ndërsa befasi e madhe erdhi nga Kuksi. Verlindorët arritën të mposhtin minimalisht 1-0 Besin e Kavajës duke siguruar 3 pikë me rëndësi të veçantë në garën për objektivat e sezonit. Fitoria e Kuksit e shënoi gjithashtu deputimin e trajnerit të ri Bledi Kadiu, i cili e nisi aventurën me një sukses të vogël por të vlefshëm për moralin e skuadrës. Goli vetëm i ndeshjes u realizua nga Ballhysa, i cili shfrytëzoi një moment të saktë në pjesën e parë për të vendosur rezultatin final. Përgjatë 90 minutave Kuksi tregoi disiplinë në mbrojtje dhe eficiencë në aksionet e shpejta, duke neutralizuar përpjekjet e Besës për të barazuar. Kjo fitore e ngushtë tregon nivelin e lartë konkurrues që po zhvillohet në kategorinë e parë, ku çdo pikë është vendimtare në luftën për kreun dhe për objektivat sezonal. Trajneri Kadiu shpreh pas ndeshjes se skuadra e tij duhet të vazhdojë të tregojë fokus dhe përqendrim maksimal për të ruajtur ritmin në renditje dhe për të mos humbur terren nga rivalët. Kuksi me këtë triumf i jep vetes një impuls të madh moral dhe sportiv, duke treguar se ndryshimi i trajnerit mund të sjellë frymë të re dhe rezultate pozitive në momente të kyçe të sezonit.